Mirë se keni ardhur në programin e dashur. Ju përshëndesim, është ora 7:17 si çdo tjetër dhe shkohet tani për të folur për temën që do të diskutojmë për ditën e sotme. Ju ftojmë që të gjithë që na shkruani në 069 20 70 222 ose të vini në faqen tonë Facebook, është facebook.com/klubi mëqyesit. Mund ta lexosh lutem? Patjetër. Atëherë, çfarë lojra luanit kur ishte të vegjël, të cilat fëmijët e sotëm nuk i mësojnë dhe nuk i luajnë më dhe ndoshta nuk i dinë as emrin Blendi. Sepse nuk i kanë dëgjuar dhe nuk i kanë provuar. Ty të mbahen mend të lojrat që luaje kur ishte vogël që nuk luajnë më. Duam lojra që nuk luajnë më, por që lojrat që luajnë, gjithçka keni luajtur me PlayStation apo me Xbox. Jo, nuk po flasim. Kur keni qenë të vegjël nuk quhen. Unë kam luajtur për shembull topa gropa, kam luajtur me litar. Po kjo luhet akoma apo nuk luhet më? Unë nuk di që të luhet më. Topa gropash më shpjegova si është kjo? Që është ajo që hapen disa gropa dhe është me djegur, nuk hidhen disa topa. Hidhen një top. Vetëm një është, po. Tani gropat janë rresht dhe secili ka gropën e vet. Domethënë ai sa njerëz marrin pjesë në lojë, ai që edhe gropa janë. Aty ku ndalon topi, ai do ta kap topin dhe dëgjojmë gjithë tjerët që shpërndahen si korba kështu. Është vërtet. Ëh, tamam. Kjo nuk luhet, unë nuk di që fëmijët luajnë. Ka qenë këtë sa që digjeshe të hidhin një gur brenda në grop. Po. Dhe sa bëje 6 gura më duket. 6 gura më duket skualifikohesh nga loja. E shikon? Për këtë flasim sot, sepse janë lojra që symbyller hapa dollapa. Jam i sigurt që luhet. Ku ka fsheti hapa dollapa ose symbylla si. Po. Ke luhet akoma. Tepër popullore. Se shumë e thjeshtë, s'ka nevojë as për gropa, as për topa, as për gur. Sot faktikisht është vështirë të çohësh fëmijë që luajnë realisht, sepse i ke gjithë para kompjuterit. E provova një herë unë shikoja fëmijë që luanin dhe kujtohen se isha pervers. Po ku ti shikosh? Nuk i shikojmë neve se nuk na qellon që të shohim fëmijë kur luajnë. Po na kalamari tu që ti çosh ndoshta në park ku janë fëmijët e tjerë do shikosh se ku janë. Po kam përshtypjen që fëmijët tani luajnë nën vështrimin e prindërve se nuk ka më lojra në lagje. Po pra. Se s'kemë ku furgoshet, vraposhet dhe të mos shtyp makina, se dy gjëra ishin, ishte edhe mungesa e zhvillimit. Në atë kohë makina s'kishte, po të paktën luanim neve. Ça kërqef, se nuk kalonte në makinë her pas here, edhe rrugën e shikonim neve për makina, po ishin shumë më të rralla se tani. Kështu që mund të luaje, plus hapësira kishte. Plus kishte më pak betonishte. Betonishte po, betonishte. Tani kemi kishte fidanishte atëherë, tani betonishte. Po një lojë që luanim ne që nuk luhet më, kam përshtypjen se nuk luhet më, ka qenë një lojë që quhet botash. Botash. Edhe kjo ishte një lojë ku ne bënim një rreth të madh. Ndoshta sa kjo tavolina që kemi ne këtu. Edhe pastaj ndanim këtë rrethin në varësi se sa njerëz e luanin. Po zakonisht mund të luanin 4 vet. Kështu që ndanim me një kryq në mes dhe secili nga këta duhet të zgjidhnin një shtet. Dhe unë bëhesha për shembull Franca. Dikush tjetër bëhej SBA-ja, dikush bëhej Rusia, dikush bëhej Italia. Zakonisht to vendet fqinj bëheshin kështu. Edhe pastaj objekti i lojës ishte që të merrje tokë nga njëri tjetri. Duhet hidhej më duket, duhet ndihmoj dikush që ka luajtur këtë. Duhet hidhej një shkop në ajër. Dhe ku do të binte? Në atë. Po të bindet në sipërfaqen që ishte imja, për shembull, çai ishon Franca. Po të bindet te Franca, pastaj këta iknin me vrap. Diçka ndodhte, se mbaj mend tash. Duhet të dëgjoj me shkop, Dhe kur i gjuaj me shkop, aty që digje me shkop, pastaj i merrje tokë. Nëse ti arrije të gjuaj me këtë, këta shpërndashin, po dhe ti bëj. Okej, më duhet se mora vesh. Ti duhet bëje 3 hapa, merrje vrull dhe bëje 3 hapa nga vija e botës, në drejtim të atij që ishte ndaluar diku i ngrir, ky lojtari tjetër. Ti duhet të gjuaje me shkop. Nëse godisje me shkop, atëherë ti merrje tokë. E ke marr tokën. Me këtë shkopin ti hapje këmbët dhe sa sipërfaqe të kapte krau, aq ja merrje. Nëse nuk e godisje ti, të merrte ai tokë ty. Kështu që një vend bëj, domethënë me pushtime botërore ishte. Okej. Kjo është një lojë e harruar. Nëse unë arrita ta shpjegoj, miqtë mi që më dëgjojnë që kanë luajtur, jam i sigurt që ka njerëz që kanë luajtur këtë lojë, mund të më korrigjojnë ose të më ndihmojnë pak me detajin që s'mbaj mend atje. Po ka qenë një 3 hapsh, një gjë e tillë, dhe mbaj mend që i dhe shkopin në drejtim të lojtarit tjetër. Po kjo është një lojë që ekziston. Olta, ndonjë lojë që ke luajtur ti që nuk e ke parë më tek Kalemajt sot? Petash. Me peta. Nuk luhet më petash, a? Jo. Edhe petat kanë humbur, s'ke ku luan. Dhe atëre luanin edhe vajzat e djemtë bashkë. Më shumë vajzat duhet. Më shumë vajzat, por ka pas edhe djem që luanin. Cila lojë petash ka qenë e preferuara jote? Nuk i mbaj mend me emra. Ja të pyesim një petare, ajo duket që nga balli duket që ka lut petash kështu. Nuk e di pse. Jo, më jep ke një ajër, rreth e që. Po kishte një lexohet petash. 4 me 4 kuti. 4 gabova më duket me ty. Pse? Po se quhej kaçe. Kaçe 5, 6. Po pra, kishte edhe me 4, do thotë që i ke harruar. Kishte edhe me 8 kuti, po nuk i mbaj mend emra. Ajo me 6, 8. Që i thashë. Atëre, tek loja quiz për Juve, kudo që jeni, tek loja me peta, tek loja 6. Me peta.
Çfarë ndodhte mbasi kishe bërë 1, 2, 3, 4, 5, 6? Cila ishte lëvizja e radhës? Se do I kaloje, do hidhi një petën tek e para, do I bie rrotull, do hidhi tek e dyta, do I bie rrotull, do hidhi tek e treta, e katërta, e pesta, e gjashta, I mbaroi gjithë kutit. Tani, dilë. Çfarë? Po si quhet? Dilë jashtë pra. Si dili jashtë? Do hidhim atan. Se bëj me një kërcim kështu, 1, 2 hapa, Ajo është tjetër gjë. Si është 9 çore? Po. Është tjetër gjë ajo. Me 9 apo më shumë? Me 6, me 6. I kemi haruar. Nejsem. 069 me jo 4 orë. Një sekond, se s'kam pyetur, nuk kam pyetur Altinin, do ta pyes Altinin për një lojë që bënte që s'luhet më. Topa Djeksi. Topa Djeksi, e ke luajtur këtë? E bukur ka qenë. Topa Djeksi, ngriva shkriva. Koman, kush ka luajtur Koman? Cepash, po Cepash në shkallë, që duhet të ruaj cepin. Fusi këmbën të cepit, mos merrim cepin. Kalati branche ose Raçi Kikiko, siç I thoshim ne. Mirë. 069 20 70 222 069 20 70 222 miq dashur, sot në klubin e mëngjesit flasim për lojra fëmijësh që ju I keni luajtur në kohën tuaj, që fëmijët e sotëm as nuk I din fare se çfarë janë, e si luajnë etj. Na tregoni për këto lojra. Janë edhe këto një formë tradite. Kam përshtypjen, si kostume popullore, si këngët e tona dhe lojrat e fëmijëve. Kemi dikë që ka ditëlindjen sot, duhet ta bëjmë tani sepse s'kemi më kohë. Jepini juve me pyetjet, unë përgjigjem sakt. Nëse dini se kush ka ditëlindjen, miq dashur, duhet ta shkruani në 069 20 70 222. Është mashkull apo femër Blendi? Është mashkull. I gjatë. Shiko, unë do të thosha jo shumë I gjatë. Mesatar, I gjatë. Okej, po quajmë I gjatë. Aktor apo këngëtar? Aktor. Është amerikan? Ësakt. Nën 30-at apo? Jo, mbi 30. Nën 50-at? Jo, mbi 50. Është mbi 60? Aman, mbi 50 u bëre Gjithë 50 vjeçarët që na dëgjojnë, ju kërkoj ndjes. Është mbi 60 apo nën 60? Mbi 60. Wow. Haj, jepi, Altin. Po, vazhdon akoma luan filma apo e ka ndërprerë karrierën? Luan filma, luan ndonjëherë kur është esur. Në trallë, okay. Mbi 70? Nuk ka nevojë. Mbi 70, po, mbi 70. Atëherë ky është komik, aktor komik apo? Jo komik, nuk do të thosha komik, jo komik. Mund të bënte edhe komedi, po jo komik. Ka marrë një çmim Oscar si aktor? Nuk e di nëse ka marrë çmim Oscar, jo. Domosdoshmë është aktor kështu, kalibri. Jo kalibri fare. Atëherë mashkull I gjatë, aktor amerikan, mbi 30, mbi 50, mbi 60, luan më rrallë tani, mbi 70 madje, nuk do të thosha se është aktor komik, por aktor I njohur, edhe I njohur në Shqipëri. Bjond apo Brun? Bjond. Është, domethënë, si feminist është quar apo ka qenë kështu normal? Si pianet. Ka një fotografi të këtij që qarkullon, I arrestuar nga policia në një rast kur ka qenë pir, që është si mos o zot. Ka dalë si nënë mortis. Si nënë mortis. Tamam. Tani duhet të jetë pak trupi shëndosh. Është një çik I rënd, po I rënd. Po flokët I ka si Krif Luani Blendi? I ka si Krif Luani, po. Si Krifi ka, po Luani nuk e di. Si Krif Luani, flokët. Si Krif Gomari. Po bisht ka. Ka bisht. Ka pasur bisht, po bisht kali. Shikom. Atëherë, I famshëm për një film që ka luajtur me na thuaj se na ngatrove fare. Eddie Murphy, që quhet 48 orë. Është një vajzë për cilën ka fituar një respekt të jashtëzakonshëm, është një prezantuese televizive. Dhe jo, ka emrin Maria Menounos. Maria Menounos është prezantuese televizive, është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një program të përnaçëm që quhet Extra. Maria Menounos, Altin, karakterizohet nga diçka, një bukuri e jashtëzakonshme. Është me vërtet një femër shumë e bukur, edhe tani për shkak se është nga zona e Bostonit e Massachusetts, kjo kishte vënë bast bashkë me si thua me kolegen, bashkë prezantuesin e vet, që është një tip që quhet AJ something. Ai që ka luajtur Slaterin, e mbani mend tek Bayside School apo na shpëtoi Zilia? Ishin djalë që quhej Slater. Okej, se mbani mend Zakun, Screechin, Listen. Unë këto më thënë drejtën këto serialet që kam parë fare. Edhe Friendsat më pyesësh më, si kam parë kështu. Po Friendsat nuk të pyesun ty, po ideja. Friendsat I diti join e këto. I di nga që kam dëgjuar, po jo se kam parë vetë. Më ka ndodhur një blokazh YouTube-i tani që s'e ke iden. Tani që do ta tregoja fotografinë e Menounosit është kështu sikur e kam sikur ta ka bërë njëri me dorë. Me dorë. Kush më saboton mua molla?
Ja, mund ta shikojmë kështu. Nga lart. Mund ta shikojmë kështu. Po çka ka ndodhur është që kjo ka vënë një bazë për Super Bowl-in se në rast se do të humte New England, kjo do ta bënte emisionin me bikini. Oh. Po. Edhe ka bërë emisionin me bikini. Wow. Po ku? Fantastike. Në Times Square, në mes të dimrit që është shumë ftohtë tani, edhe temperaturat janë në minus, me Nunos, shikoj pak tani, ka hequr këtë çantën, më fal, çfarë quhet? Çantrit kjo? Jo. Kjo quhet tip peshqiri, rob disham. Jo, më është si pallto e bardhë. Si pallto. Edhe ka dalë rob disham dushi. Lale për 30 minuta në vazhdim për jashta me bikini. Edhe unë për shikoj. Pse hoqe më? E pjesa më e bukur. Olorin po na le që ka dalë goca dhe ka bërë 30 minuta. Unë them, kjo është një prezantuese e vërtet televizive. Tani unë më thuani mua sa nga gocat që bëjnë prezantime televizive në Shqipëri. Jeri do ta bëje? Jo, unë them le të vëmë një bast. Nuk e bën, Jeri nuk e bën. Rutina Xhunga nuk e bën. Baba, apo e bën Rutina Xhunga. Del me bikini për jashtë. Nuk e ka bërë. Por shumë Rutina Xhunga mund bulevardin Dëshmorët e Kombit që të bëj ship me bikini sepse ka humb bastin. Asnjëherë. Arbano Osmani? Jo. Nuk e bën. Rutina Magjistari? Jo, nuk ta bën. Vajza te Vision Plusit? Jo. Ami sa bën se Lar Mali. Ktu se bën njëri. Ilvatare se bën. Ilvatare se bën se është tonight. Ashtu. Kështu ngeli prezantim. Unë them, goca, prezantuese televizive, shikoni Maria Menounos, ju lutem, dhe merrni shembull. Le një që është një bukuri e rrallë. Isha trupi. Kjo është Lakurish në Times Square, falje, Lakurish. Me bikini në Times Square, 30 minuta emision. Kjo është fiber, ngjall. Wow. Folti po desha. Hami Olta, ke çfarë thuash? Ke çfarë thuash? Olta, shikojmë nga pranë. Shikoj afër, jam nga afër. Mirë, Lale Altinit se këtu është fusha sektori Altinit. Edhe shto, se djali tjetër është më pallto atje. Vetëm kjo. Edhe çuditshmi janë që nuk është se nga të kurrja ka ndonjë kështu. Nuk ka asnjë problem. Nuk shikojmë në një kështu në puçkurrës. Që thua të jetë një trup i shëndosh nuk do e ndjente shumë. Ja, pra, kjo e ka ndjerë të tërë. Kam përshtimin që kjo e ndjen të tërë. Mirë, kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit me më shumë miq dashur, është Maria Menounos. Unë shpresoj të japi një shembull për gjithë vajzat e televizioneve shqiptare që kur vënë një bast, kur japin fjalën, do ta heqin pallton, dalin edhe me bikini. Nuk kanë turp më. Do kërcasin bastet në klubin e mëngjesit. Shpresoj. Unë e bëj. Për zonë e bëj. Me bikini dal. Po që dal me bikini. Dhe bëhet fjalë për një studim blendi në Universitetin e Utah në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ky studim tregon se gratë që kanë lindur binjak jetojnë më gjatë se gratë e tjera. Wow. Por bëhet fjalë për lindje natyrore të binjakëve. Jo të bërë enkas të tillë. Dhe ky shkencëtarët që janë marrë me këtë studimi kanë marrë të dhënat nga 58,786 femra, të cilat kanë jetuar në një periudhë që shtrihet deri në shekullin e 19 dhe si dhe kanë shtuar se të dhënat e studimit të tyre nuk mund të përdoren në shtatzanit artificiale. Bëhet fjalë vetëm për gratë që kanë lindur binjak në formën natyrale. Dhe me sa bëhet e ditur, gratë që lindin binjak jetojnë më gjatë se gjithë nënat e tjera. Nuk e di sepse dhe si ndodh kjo, por studimi i gjatë ka nxjerrë këtë lloj përfundimi. Interesante është. Vërtet. Do thotë që është një bekim shtesë të lindësh binjak. Dhe sipas do rrosh më gjatë. Po është edhe kjo që domethënë shpërblet në një farë mënyre. Dhe shikoj çfarë thuhet, shtatzanit me binjak më shpesh hasen te gratë që janë më të fuqishme fizikisht, gjë që tregon për mundësinë se bëhet fjalë për një përshtatshmëri evolutive, e cila nënave më të shëndetshme u rriten gjasat që të përcjellin të gjitha gjenet e tyre. Kjo është interesante, kjo është atëherë nëse janë gram më fuqishme, atëherë jetojnë më gjatë, po, ndoshta lidhet me forcën fizike, kujdes. Sot gjë për ata që kanë lindur 3, 4 apo 11. Jo, bëhet fjalë vetëm për nënat e binjakëve, nuk e di. Një kuzhinier ka krijuar një afrodiziak për ditën e Shën Valentinit. Me përbërës shumë interesant. Doni ta dëgjoni se çfarë? Të çuditshme? Testikuj demi. Wow. Jo, ne kemi dëgjuar që. Të njohur në gjuhën popullore si bole demi. Po. Janë testikuj demi, Charlie Bingham, quhet ky, Charlie Bingham. Duke si personazhi Charles Dickens mund të ishte, po promovon piten e tij me testikuj demi si një alternativë për ushqimet e tjera tradicionale që konsiderohen ushqime romantike. Ky thotë bolet e demit që unë ju jap mbi një pite janë romantike. Ti je sigurt thotë që kur dalësh nga lokali do ndihesh ndryshe. Ndoshta i pret në formë zemre ky, por e rëndësishme është që kanë vetimin e afrodiziakut. Pra që të bëjnë që të duash pa. Që prej vitit 1996 unë përgatis ushqim të shijshëm në fund të fundit nuk ka mënyrë më të mirë për të bërë bashkë sesa një vakt i freskët dhe i përgatitur mirë, thot Bingham, duke si thua u sugjeruar lokalin e tij çifteve të ndryshme për Shën Valentin në
instruksionin se si duhet ngrënë pitja, thuhet se njerëzit duhet të ndalin telefonat, të ndezin qirinjt dhe të përqendrohen në diçka më të rehatshme. Siç janë ato. Hajde dashur se do ham boletemi. Fike telefonin, ulu këtu, uli dritat, ndis qirinjt. Ambient romantik. Po. Testikujt e demit mendojnë se janë përplot me përbërës të stimulimit seksual dhe kanë një histori të gjatë të përdorimit në mjekësinë tradicionale kineze pikërisht për këtë qëllim. Së bashku me ato të tigrit, elefantit, luanit dhe njeriut. Pitja shitet në faqen e internetit okado.com, por kujdes shkruhet me c, okado.com, dhe nisin shitjet nga dita e shtunë e tutje, sepse duhet t'i hani të freskëta. Wow. Më kupton? E shtuni vje data 11, 12, 13 dhe datën 14 janë të fundit pastaj. Mbarojnë. Janë të vockë kështu. Nuk janë të freskëta. Janë vici. Ku diun. Mirë, se kisha dëgjuar ndonjëherë këtë. Po di që i hanë në Spanjë, di që i hanë. Kam pas ngërën edhe këtu dikur më. I hanë edhe këtu? Edhe në Shqipëri. Po tani nuk i hanë më? Jo, tani se hanë tani. Nuk e di. Tani nuk e di pse, po në për fshatra të paktën kur i të shohun. Unë e di që hanë, mandje hanë edhe është edhe kështu tip respekti kur ti ha. Kur i ha tregon një farë respekti edhe ndaj demit që ke thërur. Po. Unë ndaj atij që po i ha. Edhe ai që i ha nuk duhet parë drejt në sy. Kur i ha. Si ti e ke pratisht mund të bësh një kështu. La haje, ja jep aty dhe e shikon kështu si i mbaruar. Edhe e çon si kokën majtas kështu ose djathtas. Do të shikon atë kur ta haje, edhe ti që afron atë, ta mos. Hello. Nuk e di, e dham fituesin e Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it seems as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Pa di, pse më kurdis mua? Ti e di që kur vete ora 9:38, unë kurdizem. Po filloj muzika, kështu që po vazhdojmë në një këngë tjetër, vazhdojmë. Olta, të lutem, na thuaj se kush është fituesi Pop Quizit. Do përfundoj duke kënduar The Only Girl in the World. Sa fleto burri do. Po prit pra t'japim fituesit, po çfarë bëhet? I kam me lek fjalët, literalisht. Po tash kështu është. Është Paulini që ka fituar Pop Quizin. Bravo, Paulini ka fituar 090. 090 Paulini ti ke fituar Pop Quizin, bravo të qoftë. Një kontroll të plot në Spitalin Amerikan. Atëherë, ishin ne bëm këtë përgjigje Pop Quizit. Un kam një pyetje për juve. Do ta provoj? Patjetër. Atëherë, një burr ha 100 banane në 5 ditë. Po. Çdo ditë ai hante 6 banane më shumë se dita më parë. Pyetja është sa banane hëngri ditën e parë? Ditën e parë. Edhe një herë. Hëngri 100 banane në 5 ditë. Po. Çdo ditë hante 6 banane më shumë se ditën më parë. Sa banane hëngri ditën e parë? 069 20 70 222. Mos harroni të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Altini ka një tjetër sigël nga një tjetër program miq dashur. Neve sot jemi duke testuar se sa mbani mend juve programet e ndryshme televizive që ndiqni në bazë të siglave të tyre. Para se të dëgjojmë siglën e 3, dua të them që fituese për siglën e 2 është Eda, i mbaron numri me 875 që thotë ishte Shqip. Emisioni Shqip nga Rudina Xhunga. Bravo Eda, ke fituar dhe ti 2 bileta për të ardhur në Kineman Imperial në Qendrën Kristal. Tani, sigla e 3. Brënda zonja dhe zotrinj. E ke gabim. Do ta lësh, aty fillon. S'ke dëgjuar asgjë. Si dëgjoj ka publik live, dëgjoj publiku live. Kaq mjafton besoj se. Okej. 069 20 70 222. Po që më futin në një kështu, një lloj tripi. Në një trip të mirë kjo muzika. Ta shumë bultisa. Okej, pra edhe një për ty. Wow. 069 20 70 222 069 20 70 222. Cili emisioni përket kjo sigël? Shumë e thjeshtë. Okej, shumë e thjeshtë. Ora është 9:41 minuta dhe kemi mbritur me lajmet skitch me Altinin. As furim smart.
Lypsarët e vegjël të paprekur nga kriza e euros. Sipas ekspertëve të Bankës së Shqipërisë, lypsarët e vegjël të semaforëve të ndryshëm të kryeqytetit nuk kanë ndier asnjë luhatje ekonomike të shkaktuar nga kriza e euros. Sado të forta të jenë luhatjet në tregun evropian, duket se nuk kanë arritur të lëkundin as pak të ardhurat e lypsarëve të vegjël të kryeqytetit, na thot ekspertja Lambushka Fika. Ky është shembulli i qartë i soliditetit financiar në vendin tonë. As ndarja e Britanisë nga euro nuk do të mund t'i prek këta tigrat të vegjël të ekonomisë shqiptare, përfundon Lambushka.